detin në këmbë. Se disave këtu i kujtohet, Çim Hysës, kur më vunë kandidat këta për Bashkinë e Tiranës. Edhe nëzori, ndjes pas PD-ja, nëzori një farë Besnik Mustafaj, shkrimtar edhe ai si puna muqit. Edhe tha, shikoni dha, a ishi çmendur, a i s'është normal dha. Ju keni nevojë për një njeri normal. I thash unë, edhe unë i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëre. Po që duhet ju një njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmend edhe ja Allah. Apo? Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që unë dua tani ju mos merrni kurajo me që unë thash po t'jesh i çmend jem rregull. Se më varet se për ça. Jo i çmend me thy karrikën në stadium. I çmend me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën. Edhe me Gimin. Dhe kemi pa ca tradhtarët janë të qetë, janë të verdh, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët? Si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai. Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëz nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palas gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në llumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hape as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziu, po Fevziu, e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë, zgjedhje tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më, qa është Shqipëria? Qa është Shqipëria, shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë
ka 2 gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e vendore vitin e ardhshëm, se këta dhe nuk i din rregullat. Me shku në zgjedhje sot, i morin qafë fëvziu, se duhet 3 muaj me kriju parti. Ku e krijojnë do për 3 muaj? Se 3 muaj duhet me rregulla, me letra. Kështu me i qunë zgjedhje, ne po marrim ja 100 mandate, e pastaj çfarë do bëjmë? Do presim na vina i lloj zogu tjetër të na thotë dum zgjedhje prap. Zogu. O zogu. Zgjedhjet ne i kemi fituar për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zogu. Zgjedhjet ne i kemi fituar për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian në fund 2027-s. Zogu, zgjedhjet ne kemi fituar, edhe po kur thonë s'ka transparencë, ne kemi thënë publikisht, do ta fusim Shqipërinë në 2030 në Ligën e Kampionëve të Turizmit Botror. Zogu, ne do bëjmë jo vetëm turizmin e destinacioneve fantastike, duke fillu nga Zvërneci, dhe jo vetëm atë që kam nisur me Vlorën, kur në Vlorë, thoshin vlonjatës, dhe vlonjatët janë të mëdhej, thoshin natën nuk kalohet në për lungomare, se s'ki lungomare, atje, Buzdetit, se të merë gropa elektrikut edhe nuk të gjenë do të zgruaja. E morëm ashtu Vlorën ne, dhe deri në 2030, fal atij investimi, Vlora do bëhet bebja e syrit e turizmit mesdhetar. Ti e thu me emër vlla, po unë them, gjyshja ime thoshte mos e ze me gojë se vje erë, ai thoshte do ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën. Atëherë. Dhe normalisht si njeri që ishte lindur e rritur në përmale, do duhet kishte përmalet aq respekt edhe aq besim, sa të paktën të bënte një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës.